Mbi 1.5 milion persona vizituan gjatë vitit 2025 muzet, parqet arkeologjike dhe institucionet e trashëgimisë kulturore në Shqipëri, duke konfirmuar interesin në rritje për historinë dhe kulturën e vendit. Të dhënat e publikuara nga Instat tregojnë se numri vizitorëve në institucionet e trashëgimisë kulturore shënoi rritje me 15.9% krahasuar me vitin 2024. Rritja e vizitave është shoqëruar edhe me zgjerimin e aktiviteteve kulturore në vend. Gjatë vitit 2025, institucionet qendrore të artit organizuan 1272 shfaqje dhe premiera, të ndjekura nga mbi 171.000 spektatorë. Sipas statistikave u zhvilluan 314 aktivitete me pjesëmarrje ndërkombëtare, të cilat të roqën mbi 261.000 pjesëmarrës. Kosova, vendet e Bashkimit Evropian dhe Arabia Saudite ishin ndër partnerët me përfaqësim më të lartë. Në jetën kulturore të vendit, morën pjesë edhe 428 artistë të huaj, ndërsa interesi për studimet e lidhura me kulturën vijon të mbetet i lartë. Në vitin akademik 2025-2026, mbi 16.000 studentë ishin të regjistruar në programe studimi të lidhura me kulturën, ku fusha më e preferuar rezultoi arkitektura dhe ndërtimi. Sipas Instatit, sektori kulturor vazhdon të jap kontribute edhe në ekonomi dhe punësim, me rreth 34.000 persona të angazhuar në aktivitete dhe profesione të lidhura me kulturën. Sa i përket kostos së mallrave dhe shërbimeve kulturore, rritja më e lartë e çmimeve është regjistruar në kategorinë e librave, me 2.9% krahasuar me një vit më parë. Treguesit e vitit 2025 dëshmojnë se kultura dhe trashëgimia po tërheqin gjithnjë e më shumë vizitorë, duke u kthyer në një nga setet më të rëndësishme të zhvillimit turistik dhe ekonomik të Shqipërisë.